Kuksi përfshihet nga moti i keq, rreshje shiu dëbor dhe ulje temperaturash. Ditën e sotme, Kuksi është përfshirë nga moti i keq, i shoqëruar me era të forta, rreshje shiu dëbore si dhe ulje të ndjeshme të temperaturave. Në lartësim prej 600 metrash mbi nivelin e detit, rreshjet e shiut kanë lënë vendin Borës, e cila deri më tani ka arritur 5 cm në disa zona, pavarësisht kushteve të motit. Zonat si Arën, Shishtavec, Kalis, Grykçaj, Zapot, Topojan, Kishaj, Kahan, Valbon dhe Dragobi nuk kanë paraqitur probleme në lëvizje. Megjithatë, drejtuesit e mjeteve që përdorin rrugët nacionale janë të këshilluar të bëjnë kujdes, veçanërisht në segmentet Kamqaf, Luzh, ura e Topojanit, Shishtavec, Kolosjan, Bushtric, Kala e Dodës dhe Kalimash, Qafshllak, Qafmali. Këto segmente janë të prekura nga prezenca e akullit dhe borës, si dhe mund të kenë rënje të gurve si rezultat i motit të keq. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën dhe bëjnë thirrje për kujdesin e shtuar gjatë udhëtimit në këto zona.